A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu jalla shanu falendrojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se njeriu i cili mirët me Kur'an në Ramazan s'ka punë më të mirë. Puna më e mirë për agjëruesin në Ramazan është njeriu të mirët me librin e Allahut, me fjalët e Allahut, me Kur'anin e kështu me radhë. Andaj edhe ne për këtë shkak kemi zgjedhur ti komentojmë disa sura të shkurta, 10 e fundit. Kemi filluar nga sura Al-Mutawakkil, fala rabbuka bi ashabil fil, apo sura Al-Fil, sura Elefantit. Pastaj sura Al-Quraysh, e sot jemi te sura Al-Ma'un, sura e 3, te 10 i fundit i Kur'anit. E para është fjala e Zotit. Në Ramazan muslimoni agjëruesi duhet të mirët me fjalën e Allahut. Për këtë shkak edhe i kemi ato derset e Ramazan, derset e tefsirit. E dyta, njeriu kur e din në kuptimin e një sure, mendja e tij nuk i shkon, nuk e djathtë apo në mal. Që të ne nuk i shkon mendja e tij te vend. Po kur ta din ti shembull kul huwallahi inna atayna lam tarakifin, andaj mendën e kije çati. Edhe sa më shumë njeriu ta ketë mendën te namazi, aq më shumë namazi i bëhet kabul apo vlerësohet tek Allahu xhallahu. Nëse zemra jote lidhet me namaz, atëherë padyshim se çaj namaz nuk është njësoj sikur sa i cili mend të ka te vend. Nëse njeriu dikush e ka mend te Allahu, e tjetëri ka mend të vend, nuk janë njësoj ky namaz edhe ai namaz. Për këtë shkak, nëse njeriu e din kuptimin e kësaj sure, edhe ai cili nuk e din kuptimin e asaj sure, nuk janë njësoj te Allahu xhallahu. Po, ai cili e din, normal që mend e tij nuk i largon, edhe lidhet me Allahu xhallahu. Sot jemi te sura Al-Ma'un. Do ta lexojmë surën e cila ka 7 ajete, edhe pastaj kuptimin, edhe pastaj shpjegimin e këtyre ajeteve. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukaththibu bi yawmiddin. Ara'ayta alladhi yukaththibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'ami al-miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Thot Allahu xhallahu shanu, a e ke pa ato që mohon ditën e llogarisë. Ajeti 2, ky është ai që e dëbon ashtër jetimin. Ajeti 3, dhe nuk i nxit të tjerët me ju dhënë ushqim fukarave. Ajeti 4, mirë për ata të cilët falen. Ajeti 5, ndaj namazet e tyre nuk kanë kujdes. Ajeti 6, të cilët duan vetëm veten e vet të duken se unë e falem edhe tjerët jo, me më shikon mu. Ajeti 7, dhe nuk u japin ndihmë nevojtarëve fukarave ashtu më radhë. Sura Al-Ma'un e ka marrë emrin për shkak ajetit të fundit. Ku do të Allahu xhallahu ve yemnaun al-ma'un. Ma'un është kur njeriu ju ndihmon nevojtarët. E në këtë rast, thot ata të cilët nuk ju ndihmon nevojtarëve. Për këtë shkak ma'un është me ju dhënë njerëzve ndihmë. Surja flet për 2 grupet e njerëzve. Një grup për jo muslimantë dhe një grup për munafikat. Se dhe munafikat janë jo musliman, po munafikat janë më të këqij se jo musliman. Se munafikit ka thënë që është musliman, ka thënë që është me ty, kanë atjetër të bën vorën apo të mund thikën në shtëpi. A muslimonin e kje ka shkje, di se muslimon jo besimtarë në qafirët e kje dushman jetën në tënde, ama sot musliman ka problem me munafikat, që ka kallëzohen që janë musliman, kallëzohen që janë me ty, kanë atjetër, shikoni edhe që ka jenë të ndohë ta shukon e fundit me këto munafikët e Iranit e kështu me radhë.
Në të njëjtë, më ka kalëzohë musliman, kanë atjeti mundohën që imun me shkatu e Ehli Sunnetit në shmuar. Po është tem veti, po kjo sure i ndonë flet për jo besimtar, për qafirat edhe për munafikat. Kjo sure, disa për tyre të ka zbrit në Mekë, disa për tyre kjo sure ka zbrit në Medine, e Imam Suyuti do të kjo sure, 3 ajetet e para ka zbrit në Mekë, për ato panit e Mekës, e sidomos për As ibn Wa'il as-Sahmiu. Për këtë ka zbrit, në më thonë, 3 ajetet e para, që nuk i ka besu ditës së llogarisë. Kurse 4 ajetet e fundit kur flet për munafikët, për Abdullah ibn Selulit do të kanë zbrit në Medinë. Do thonë i kanë bërë bashkë. Kanë thonë gjysma e surës ka zbrit në Mekë, gjysma e surës ka zbrit në Medinë. Edhe kjo është, do të thonë, shumica e ulemave apo i kanë këtë mendim. Shkojmë me komentin e ajet për ajeti. Thotë Allahu xhaleshanu rajta alladhi yukadhibu bid-din. I thotë pejgamberit alayhis salam, o Muhammed, e sheti atë njeri I cili e përgënjeshton e mohon ditën e llogarisë. Ditën e hisabit, ditën kur do dalë para Allahu xhaleshanu. Ne nga Ehli Sunnetit, nga besimi I imanit është ne me I besue ditës së gjykimit. Një ditë për ditëve do të japë një llogari te Allahu xhaleshanu për punë që njeriu I bën këtë botë. Andaj nuk kish pas vlerë kjo botë nëse nuk kish pas ditë llogarie, se ndonjë ka të mirët edhe të këqijt. Ndonjë ka njerëz që janë drejtë dhe njerëz që janë zullumçar. E çish me marrë hakin e zullumit, a është I drejtë e njëri I cili falet dhe ai I cili nuk falet? Nuk është njësoj. Ai që din dhe ai që nuk din. Ai që agjeron dhe ai që nuk agjeron. E ku është dita që duhet mu pagu këto njerëz, me dhënë llogari dita e Kiametit. Për këtë çka ka Allahu xhaleshanu I thotë pejgamberit, e ke pa atë njeri I cili e mohoi, e përgënjeshtoi ditën e Kiametit, ditën e llogarisë. E din është dita e llogarisë ku njeriu jep llogari për të mirat edhe jep llogari për të këqijat. Për të mirat do të ketë xhenet, e për të këqijat do të ketë xhenem. Besimi njeriu I cili e beson këtë ditë e nxit muslimanin, besimi në ditën e Kiametit e nxit muslimanin që të punon punë të mira. Edhe më largu prej punëve të këqija. Se unë kur e di që ka një ditë llogarie, që unë kam e dhënë llogari për çdo vepër që e bëj. Andaj kjo më mbështet çka tash kur ta besoj ditën e gjykimit, mbështet mua që unë të punoj punë të mira. Neve tash konkretisht, kush na shtin neve me agjëru? Kush na shtin neve me fal namaz? Edhe ne ishme kosi ata që dalin jashtë shëtitin se, po neve na shtin çka me agjëru, me fal namaz, me dhënë sadaka, me punë të mira, besimi ditën e llogarisë. Andaj njeri I cili nuk beson në këtë ditën e llogarisë, ai njeri do të banë, pastaj Allahu xhaleshanu e cek ai njeri ka me bëu vepra të këqija. Ama njeri I cili I beson Allahut, I beson ditës së llogarisë, ai njeri mundohet me shtu veprat e mira edhe më largu nga veprat e këqija. فذلك الذي يدعو اليتيم. Ajeti 2. Ky është ai cili I dëbon, I largon ashpër jetimat. Kush ka ky? Ai cili e përgënjeshton ditën e llogarisë. Jo muslimani, qafiri. Për As ibn Wa'il. Allahu xhaleshanu, ky njeri I cili nuk I beson ditës së llogarisë, thotë ky po ashtu, ky njeri është ai cili e dëbon ashpër jetimin, e largon jetimin. Kur vjen jetimi me I lip diçka, e largon. Kush ka ai njeri I cili e largon jetimin, është ai njeri I cili nuk beson ditës së llogarisë. Ne dim se jetimi, kush është jetim? Jetim është ai cili I vdes baba, ati djalit apo asoj vajze, para se të mrin atë moshën e pjekurisë. Ku të bëhet djali në vajza 15, 16, 17 vjet, nuk është jetim. Jetim është deri po moshën 15 vjet, nëse I ka vdek baba. E për jetimi është temë shumë e gjallë.
është temë shumë e gjatë, ku edhe është e ndihshme kjo temë, ku Allahu xhaleshan neve na tregon se duhet të sillemi mirë me jetimin. Shikoni, thotë pejgamberi alayhis salam. Ana wa kafilul yatim hakadha fil janna. Unë dhe ai I cili kujdesori I jetimit, që kujdeset për jetimin, kështu kena me kon afër në xhenet. Shumë afër kena me kon, ka me kon me pejgamberin alayhis salam. Pa I cili e han mallin e jetimit, tot Allahu xhaleshanu. Inna alladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman innama yakuluna fi butunihim nara. Wa yaslawna sa'ira. Ata të cilët e hanë mallin e jetimit, pasurinë e jetimit, që dikush ja kalon, dikush I kalon, kjo pash I takon jetimit. E dikush shkon e merr, thot vetëm se ka shti zjarr në barkun e tij. Vetëm se ka shti zjarr në barkun e tij. Fa amma al-yatima fala taqhar, thot Allahu xhaleshanu. Kur të vjen jetimi mos e nënçmo, sepse edhe ai duhet të jeton sikur se një njerëz, sikur se një boshë, një fëmijë I cili ka babë dhe nënë që kujdeset, edhe ai të kujdeset. Për këtë çka kush kujdeset për jetimin, ai I cili ka dëmshmëri, ai I cili ka gjuna, ai I cili ka zemër, I cili ka iman, I cili ka besim në Allah, ai kujdeset. Ama ai I cili nuk I beson ditës së gjykimit, edhe ai nuk e llogarit e dëbon e largon jetimin. Kush të mushrikët e Mekës. E thuhet për Ebu Xhehlin, kur ka qenë kujdestori një jetimi. Shembull, një familje ka thonë ti Ebu Xhehl kime u kujdes për jetimin. Kjo është pasuri e jetimit. Kur ka ardhur një jetim te Ebu Xhehli, e ka lip pasuri se ka qenë ka mëzbakë, s'ka pas me shikën të në këpucë. Edhe ka thonë që unë të pëdu më vesh, edhe e ka dëbu, e ka largu. E kër e largon atë e parit e Mekës, ato që janë konë munafikët apo qafirët, ka thonë, shko se Muhamedi mund me ndërmjetësu. E kër jetimi shkon të Muhamedi alayhis salam dhe ja ka thënë halën, Muhamedi alayhis salam mërë edhe shkon të Ebu Xehli. Kër shkon të Ebu Xehli e shë Muhamedi dhe jetimin. Thotë, urno qka kjo, thotë, ka marrë për me I adhon hakun jetimit. Se haku qka e kjetë ti është I jetimit, nuk është I jotim. Edhe kyje e mërë hakun edhe jep jetimit. Edhe janë isin ata, I thënë, au frikove pi Muhamedit alayhis, au tute për pi Muhamedit, ati e pranove fejnë Ebu Xhelit, ati e pranove fejnë Muhamedit, jo, thotë, po thotë, kjo të regohet në për në vajete, thotë, po e pash jetimin kërë edhe me Muhamedit, e pash të jetimit dy ushtarë me arë, e nëse unë nuk ja kësha dhonë ata parët jetimit ato qka I takon, ata do të mësulmëshin. Për këtë qka ku frikën dhe jadash parët qka I takojshin parën jetimit. Kështu Allah xhaleshanu neve na tregon se nëse ti kujdesesh për jetimin, Allahu do të kujdeset për jetimat e tu, nëse ti I len jetima edhe shkon të Allahu xhaleshanu. Si të sillesh ka mundësi. Pra të njëra Allahu xhaleshanu në shumë ajetë, nëse ju silleni mirë me jetimat, edhe dikush tjetër ka mundësi mirë me jetimat e ju. Nëse ti ke mundësi me jetimin, ke me kon afër pejgamberit alayhis salam në xhenet. Andaj për këtë çka njeriu I cili nuk I beson Allah, edhe këtë vepër sjellja me jetimin, do të thonë nuk sillet mirë apo e debon e largon kështu më radh. Ajeti I tretë, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ata të cilët e mohojnë ditën e gjykimit, edhe këto njerëz janë ata të cilët nuk I nxitin të tjerë për t'i ushqyer fukarat. Lënë që vetë nuk ju jep fukarave ushqim, po edhe tjerëve ju thotë mos I jepni atina fukaras ushqim, mos e ushqeni fukarat, mos I jepni ndihmë atina nevojtare të kështu me radhë. Lënë që veten e ndalon për edhe tjerë, kush janë qafirat të cilët, kër ju vjen një fukara, hezbe se une e ke pa, une e kam fitu me njerës, une këtë malë ma kalon baba, mu këtë une këtë pasuri, une e kam fitu me gjiks, ti shko fito, qka nuk që është ti me fitu, anda e bat në rezim, Allah xhaleshanu kuam në sa'ile felatën ha, asë lipsin, ku vjen me të lip mos e përzem, nëse me vërtet është lips, nëse me të vërtet është fukara, andaj mos e kthe pa një dinar,
mos e kthe pa një copë bukë. Ama tash lipsat e ne janë bo profesion, janë bo shoqar. Lipsat e tonë disa, dysa, që i kemi në për Shkupa, në për Balkan, janë bo komercial, janë bo biznismena ata. Ato e kanë profesion me lip. Ato nuk bën një do. Ama nëse të vjen me të vërtet një lipës, një sakat, apo e shërë që është fukara, andaj Allah Gjeleshana, vam mesaile fela denha, lipsit nëse këte pra. Edhe një dinar, një copë bukatë dera. Ama nëse e shërë që i ka këtë mira, i ka iPhone-in, telefonin ma shumë, ma të mirë se tonën, kere ma të mirë se tonën, apo teshat e tuja, nuk i ka ma të mirë se teshat e tuja, andaj këto nëse e kanë profesion, edhe e kanë non-stop me lip, atyre që janë do që i lipin në samafora, apo non-stop që e kanë biznes, atyre nuk banë me i dhonë, as nuk banë me i mësu bilem me i me dhonë. Pse se aje ka punë, aje ka biznes. Ama nëse ki pa njerën më të ma që ka arë në hatë në ripi, edhe ka arë me të lip, këtina njëriut në ndihmojnë. Andaj është për imanit besimit që ti me ndihmu njëriut i cili vjen me të lip. E këtu thot Allah, wala yahuddu ala ta'ami miskin. Miskin është e njëri i cili është fukara, në thonë, fukara edhe miskin. Fukara që s'ka hiq, ama miskin është ai cili ka pak ama nuk i mjafton për me kalu mu. Shembol, e ka një rogë 3-400 euro, 500 euro, ama argjime i ka 700 euro. E kjo është miskin. E këti në ban një dhëm edhe zëqatë edhe sadakat e ki. A fukaraja heq nuk ka. S'ka buk për sot as për nesër. A me miskini ka valla për një, ama 2 nuk ka. E këti nëse vjen ki miskini me të lip, me kërku, andaj muslimoni, besimtari i jep edhe e ushqim. Se njën nga cilësit e muslimonit, thotë nga mirë a.s. Lën të nalë i bërë, nuk ka mundësi ma arrit gradën e devotshmërisë. Dhe sa te mos ta japsh, mos ta nxjerrësh pasurin që ka e ki dash mas shumë të njëtën tonë. Andaj nuk ka mundësi me konë muslimani i vërtet. Nëse ti pa atë që ka e donë mas shumë të nuk ja jep në vajtare. Ajeti ka të dhe thotë Allah Gjeleshana, ka oj lullin musallim, mjera ata që falen. Shikoni mjera ata që falen. E tash ajeti tjetër e të redonë se kush janë ata që falen. Këtu Allah Gjeleshana e cejtë për munafikat, për Abdullah ibn Seluli. Se Abdullah ibn Seluli akon safin e pa me pejgamberin në nëse. Ata e është falen. Ama namazit ti nuk i ka. Nuk ka përfitu nga namazit asgjën. Vetëm lodhje edhe fitnes ka. Lodhje është falë. Munafika që falën, ata e kanë vetëm lodhje. Përndryshe ata nuk përfitojnë nga namazit dhe rëkujdi. Kur gjënë ta Allah që leshën. Pastaj Allah s.w.t. ajetin e 5, elledhine e shpegon për këtë ajetin. Elledhine hum an salatihim sahun. Thot ata munafika, dyftyrësha, hipokritat, thot janë të pakujdeshëm për namazit e tyre. Çka pakujdeshëm? Nuk e falin vakt, e vonojnë namazin. Ka shumë tefsira që e shpjegojnë këtë ajet, kush janë ata që namazit tyre nuk ju ban dobi të Allahut xhalesha. Ka thonë namazit atyre që nuk ju ban dobi të Allahut, ata të cilët e vonojnë namazin. Ata të cilët nuk shpresojnë se vop për matë namaz që e falin namazin për si e faqe. Ata që namaz nuk i lexojnë, nuk i bëjnë në vajibët si duhet. Nuk i bëjnë sunetët si duhet. Shejbët nuk e lexojnë, vjen namaz edhe në si të stu. Nuk do të asë alhamdulillah, asë subhanallah, asë Allahu ekber. Shkon, vetëm me e pa njerëzit. Ku shkon në ruku nuk folë kërgjën. Ku shkon sejtë nuk shkon. Bile ku shkon sejtë ndoshta, jo se njërën ta o gjëta, falë me ta se disa për muslimanve, shkon edhe falën në të nishten këto bryga. Kjo është ndalume, me shtu brygin sejtë, në të në që këshu mu falë është ndalume në islam. Thotë e nga mira e sa mos shkoni sejtë së kurse ullet qenin në tokë. Qenin në tokë ullet që këshu, në të nishten. E është ndalume muslimanin me shtu. Ata që nuk interesojnë ndaj namazit, nuk kujdesin ndaj namazit, ata shkojnë falën vetëm me thonë që filoni valla ka më falë. Ama asë nuk e vënë namazin, nuk kujdesin për namazin, apo e vjen e falë namazin pa abdes,
ban si duhet, rëku nuk e ban si duhet, sejtë nuk e ban si duhet, nuk i kënan duhet, andaj këto, Allahu Gjeleshanu të përvejnul njerë kërcnim. Allahu ju e patyre qka namazin e falët, po atë namazin nuk kujdesën si duhet. E këtë me pas kujdesën, ku ta falësh për këtë qka, për atë edhe ne i shpegëm këtë sura që ku ti vjen dhe kënon imamin e rejt e ledhi me ditë se qka kënon edhe me pas minët e namazin. Ama nëse vjen të edhe kini minët të fusha, të biznesi, të dhen, ku e dione, të filone, të gruja, të shpia, atëherë nuk e di sa ke marrë ti prej namazin, sa tu ka bo namazin dhe. Allahu Gjeleshanu e në mëson, këtë surën, që të keni kujdes, o musliman, ata që falë, edhe që në ndaj namazit të nuk kanë kujdes, ta di se ata do Allahu do t'i kërcënon, apo vendi të tyre është xhenemi ditën e Kiametit. Pastaj thot Allahu Gjeleshanu, alladhina hum yura'un, ata këto munafikët e bëjnë atë vepër vetëm për vete, vetëm t'i shohin njerëzit se e ka bërë. Yura'un, për t'i pa njerëzit. E fali namazin për t'a pa njerëzit. Lexojnë Kur'an për të njerëzit, mashallah. Jo për sadaka që të njerëzit, vallai, filoni biznesmen, filoni milioner. Bëjnë diçka, shkojnë haxhi me i thonë njerëzit, filoni haxhi ka shku, shikoni filoni, i ka në këtë dunjon ka shku haxhi. Filoni ka dhon sadaka, i ka dhon 1000 dinar, 100 euro. Filoni vallai, mashallah, namazin e zga. E bëjnë punën vetëm për të thonë njerëzive se ti kokshë si duhet. E kjo vepër nuk është të mirë të Allahu Gjeleshanu. Kur të bësh një vepër, të të nga mërë alej sallatu, banë një vepër e sadaka, po edhe dora e shmajt mos të dhije kur të japsh me dorën e tjetër. Jo që në e mshi, ama mos të para njerëzive. Mos të njerëzive që unë jam agjerushëm, unë e fali namaz, unë i kam fali 20 recate, unë e kam bo haqë, jo, banë një vepër për Allah, se banë kasu e pasë. Mos e banë një vepër që të tojnë njerëzit se filoni mashallah. Edhe ajeti furt është po jem në unë e në ma'un, thot këto njerëz në munafika, janë nuk u jopin dim nevojtarëve. Ma'un është me i dhonë u ha diçka kër vjen kojshia me t'lip. Nevojtarë, kër të vjen me t'lip diçka, e ti e ndanon mës mirënon. E kjo është një punë, nuk është cilësia muslimane, është cilësia munafikëve. Shembull, vjen kushia, t'lip diçka, ta lip një teshë, një qekeq, ta lip një sahan, ta lip një pjatë, ta lip një tepsi, t'i lip disa bardak, t'i lip disa sahana, t'lip kryp, e t'lip biber, e t'lip qej, e t'lip diçka në një kacin e shpatën. Nëse vjen dikush me arë me t'lip nevojtar, edhe ti e ndalon, kjo cilësi nuk është cilësi e një muslimon. Ta lip një shatë sigera, apo diçka. Andaj, muslimoni është kur të vjen dikush nevojtare me lip. Ma unë është me ju do të uha kojshis nevojtare, po ta jap ama të makthesh. Tash vjen pyetja, po nëse ti e kini kojshi qka ta merë edhe nuk ta kthen, a lejot një odhon atyre? E ka thonë ulemat këto, mund është mës një odhon. Nëse njerë, 2, 3, 4 i kudon, shemo ta ka marë kapaqe, kacim, ta ka marë diqka, dhe nuk ta kthen, atërë këtë me t'lip të të vëllë i tuska. Ama të njerë, vjen këshia, është zonë për një krip, për një biber, për një qep, për një qka, që të të nesë ka me ta këthy, apo një sahan, apo, e keni po për vjen kalabalok, në shimë familje, edhe nuk i mundësi me i odhon kejtë në sahan, e ta shkon të këshia lit karike, shkon të këshia lit një astar. E nëse vjen, muslimoni është me i do dim në vëtare. Cilësia e muslimoni është me i do dim në vëtare. Ama nëse ti e ndalon, ta di se kjo është një nga cilësit e munafikave, që e kanë pas munafikët, sikur se ka qenë Abdullah ibn Seluli, kryetari i munafikave ditën e Kiametit. Si përfundim i kësaj sure, neve çka na mëson kjo sure? Na mëson se besimi në ahiret, besimi në ditën e gjykimit, është çtim me punë të mira,
Qëtin me të ndalon nga punë të këqija, qëtin me dash jetimin, qëtin me kujdes për jetimin, edhe qëtin me kujdes për nevojtarë. Kurse të pen, ai cili jo është jo musliman, ai njeri i cili jo musliman jetimin e largon, fukaran e largon, nevojtarin nuk jep, zeqat mos flo, mos fal, mos flas, me për zeqat e për sadaka, për monafikin. Ai lene që nuk e jep atë monën që ta kthen, po me i fort për zeqat ai nuk vjen parasysh ajo punë. Se janë do musliman në kohën e sotit, ku e falin namazin e thonë unë e kam kryer borxhin të Allahut. Po nuk është Islami vetëm namaz. Islami është sadaka, Islami është zeqat, Islami është agjerim, Islami është me fukarave, nevojtarë. E ti s'mush me të mëllonit në falin namazin dhe më tash i kam sus punë me Zotin. Jo, se edhe këto punë t'janë cilësit e muslimonit. Nuk ka mundësi me arrit devotshmërinë, gradën e devotshmërisë, nëse ti nuk e jep atë çka është më e mira për ty. Çka është atë çka e don me loçkën e zemrës, nëse nuk e jep nevojtarët. Ku ta japsh atëherë po vallai se ti e ke ngri, e ke arritur gradën e devotshmërisë. Se Islami është shumë i gjatë është Islami, nuk është Islami vetëm namaz edhe paraone punë të tjera jo. E kjo sure neve na mëson që kështu, të bëhemi musliman të vërtetë, mos bëhemi sikurse qafirat e mos bëhemi sikurse munafikat. Dy parë, qafirat të cilët nuk i besojnë ditës së gjykimit, nuk sillen mirë me jetimat, edhe nuk i ndihmojnë nevojtarët. Munafikat janë ata të cilët e falin namazin e tyre nuk kujdesen, edhe ndalon ndihmën të nevojtarët. E Allah xhaleshon neve na shpjegon mos u bëni o ju njerëz kështu. Edhe si qafirat, edhe si munafikat, po bëni musliman të devotshëm, besoni ditën e gjykimit, besoni se ka një ditë që kemi dhënë llogari, e kjo çtim ti me punu punë të mira, çtim me largu nga punë të këqija, çtim me dashje jetimin, çtim me ju ndihmu fukarave, edhe çtim me fat namazit të përpikt me devotshmëri, me pas mendjen e namazit, me fat namazin si duhet, me fat namazin kohën e vet, me fat namazin me rregullat e veta. E nëse ti e bën kështu ta di se Allahu xhaleshanu ka më dhënë xhenetin ditën e kiametit. A u kupton? Në të kjo ka shkullë, letë kësaj surës, të cilët janë këto mësime, këto janë mësime po i marrë edhe për veti, po është mësime edhe për ne si gjemon, që ti di, e kush i mëson, pa dëshim se Allahu xhalesha, Allahu do t'ja bën kabul atë namaz që e bën me përpikshmëri. Ne lutim Allahu xhalesha që Allahu këtë ditë agjerimit Allahu kabul dhe makbul të na bën. Duat e tona Allah